Hakia Rudaku pyet pse su distancuat nga Kurti në rastin kur ju dha vetë menaxhim serbëve në veri me marrëveshje në Ohrid.7. A është definu kjo fjalë vetë menaxhim? Nëse jo, duhet definohet dhe të shkruhet një fermerk, thot, apo shtrojc për këtë sa më parë. E nderuar zonja Rudaku, dua të ndaj me ju, por edhe me shikues të tjerë, një gjë që më ka rënë shumë në sy gjatë këtij 4 vjeçari, në cilin vërtet kemi punuar intensivisht. Opozita në Kosovë, jo që nuk na kritikon për punët të cilët mund t'i kemi kryer në mënyrë të pamjaftueshme, por përqendrohet kryesisht në mohimin, në sharje dhe në nënçmim të sukseseve që kemi arritur në fusha të rëndësishme. Po çka mas shumë t'i mbjen sy? Nuk është kjo, sepse opozita është për të kritikuar, opozita është për të korrigjuar. Mirë, po më bjen në sy që më pak se sa për atë çfarë kemi bërë në gjatë këtij 4 vjeçari, opozita neve na shan në mënyrë shumë të ulët, pse nuk kemi arritur që të korrigjojmë mjaftueshëm për një periudhë vetëm 4 vjeçare të gjitha gabimet e rënda që janë bërë nga po ata gjatë 20 viteve të kaluara. Absolutisht nuk i përkas asaj kategorie qytetarëve të Kosovës, të cilët thonë që asgjë nuk është punuar gjatë 20 viteve të fundit. Mirë, po është punuar shumë dhe secili ka punuar aq sa ka ditur dhe aq sa ka pasur mundësi. Mirë, po janë bërë dhe gabime fundamentale në raport me interesat e Kosovës, sidomos në raport me Serbi dhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës. Dhe është pikërisht kjo opozitë e cila i ka bërë këto gabime dhe kritikën kryesore, sharjen, sulmin kryesor ndaj qeverisë Kurti 2 e ka që brenda vetëm një 4 vjeçari nuk kemi arritur t'i korrigjojmë mjaftueshëm dhe shpejt gabimet e rënda të bëra prej tyre. I tillë është edhe asociacioni i cili është nënshkruar si marrëveshje ndërkombëtare në vitin 2013. Janë bërë ndryshime në vitin 2015 ku gjykata kushtetuese ka thënë qartë që ajo marrëveshje bie ndesh me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Mirë, po brenda këtij 4 vjeçari ne goxha shpejt dhe goxha fuqishëm e kemi dobësuar atë marrëveshje dhe jemi në negociata me partnerët tanë ndërkombëtar me qëllim që asociacioni i dëmshëm për Republikën e Kosovës, sepse i tillë është, përvoja e Bosnjës na ka treguar që detajet janë pa rëndësishme, nëse ju jep një mekanizëm i cili ju jep një president, ju jep një asamble, në rrethanat kur Serbia çdo ditë e mohon integritetin territorial të Kosovës dhe sovranitetin e Kosovës, është një hap shumë i rrezikshëm.